Po nuk ja vlen tani dhe japim rëndësi kot. Okej. Dhe kemi treguar gjithmonë që nuk kemi frikë të dalim dhe të bëhemi opozita e parë brenda një organi dhe nuk do kemi frikë nesër për të bërë opozita e parë brenda partisë në qeveri. E kuptoj. Megjithatë, ti besoj flet me moshatarët e tu, sigurisht jo vetëm brenda forumit, edhe unë kam miq kam miq të majt, kam miq të qendrës, kam miq që po merren me partitë e reja. Kam miq që janë marrë me partitë e vogla, domethënë. Po kjo është pyetja ime, ky brezi jot po merret më shumë apo më pak me politik mendon ti? Ata që po merren për mendimin tim po merren më shumë. Domethënë ata janë angazhuar më fort. Janë angazhuar më fort se ç'mund të ishte angazhuar një i ri mesatar 15 vite përpara. E kuptoj. Duke qenë se neve kemi fatin e mirë që kemi edhe mediat në dorë. Kemi rrjetet sociale. Domethënë neve jemi në një lidhje, në një korrent total me gjithë botën dhe arrim të shikojmë se çfarë ndodh. Ata që merren po merren më shumë, por në përgjithësi interesi për politikë është shumë i ulët. Është i ulët. Është shumë i ulët dhe ka qenë një farë propagandë nga Partia Socialiste që orë këtu kështu do jetë. Gjithë njësoj. Kështu do jetë. Kjo strategji gjithë njësoj ka funksionuar mirë. Gjithë njësoj, nuk do ndryshojë, kështu që shumica shikojnë dhe shpresojnë për t'ikur jashtë. Dhe ata që nuk e kanë në plan për t'ikur jashtë, shpresojnë not të integrojnë administrat, që të sigurojnë një vend pune, po t'i pyesësh më thellë që ore si do ta blesh një shtëpi. Ore shkollimin e lartë kur do ta bësh, familjen si do ta nisësh, nuk e mendojnë dhe është shumë larg për ta sintetizuar në mendje gjithë këtë. E kuptoj. Ndërkohë, raporti i brezit tënd me mësuesit ka një ndryshim gjithashtu epokal. Brezi im kishte një besim dhe një mbështetje nga mësuesit, ndërkohë dim që nuk është dhe aq këndshëm sot. A ndihet ka një, le të themi, patronazhim, ka një infiltrim të politikës të mësuesit apo ka një përkujdesje nga ata për të qenë korrekt dhe për të qenë sinqert, pasi deklaratat forta nuk i bën mirë as neve as njeriu. Në çdo staf mësimor ka mësues të mirë, ka mësues që respektojnë fisnik, që respektojnë postin e tyre dhe vendin e tyre. Janë dhe komunistët e zakonshëm. Janë dhe ata. E mbaj mend, e dallohet. Marrëdhënia me mësuesit, tani unë në vit parë kam qenë tek gjimnazi Ismail Qemali, në vit të dytë kam qenë tek gjimnazi Sami Frashi dhe aty vazhdoj. Stafi pedagogjik mund të them që është shumë i përgatitur, janë shumë të mirë. Neve shpresojmë që të qellojmë me zysha dhe mësues që kanë qenë brezi vjetër që ne i quajmë, pasi ato kanë një metodik tjetër dhe kanë një qasje tjetër me nxënësit. Brezi i ri që ka ardhur i mësuesve është lë për dëshiruar përgatitja. Por gjithsesi në një staf të madh që janë me mësues janë të gjithë. Nuk